Të dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me një tjetër bisedë. Tani është koha për rrëfime nga gratë suksesshme, ku si gjithmonë kemi të ftuar zonja që ndajnë linjën e jetës së tyre këtu bashkë me ne në studio. Edhe sot e kemi të ftuar një zonjë të tillë me të cilën kemi shumë se çka të flasim. Bashkë me mua në studio, zonja Mimoza Shahimi. Mirë se erdhë, shumë kënaqësi të kemi në studio. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për ju? Si janë zakonisht fundjavat për juve? Fundjavat për mua zakonisht janë ose e kalojnë kohën në shtëpi, ose dalim shkojmë dikon jashtë, mendoj në Shqipëri, pasi unë jam nga Shqipëria dhe në një farë mënyrë kalojmë kohën në Shqipëri, po më varet shumë nga disponimi nipave dhe mbesave të cilat i kam në shtëpi, ato bëhemi bashkë, bëjmë plane, çfarë do të bëjmë për weekend. Normalisht e konsumoj weekendin për nevojat e mia, për me pushu, për me kriju një energji të re për javën, pasi unë e kaloj një javë që është tepër e ngarkuar, edhe kështu që në weekendet janë të qeta, nuk është që kam ndonjë. Jeni edhe gjyshe, tash kam fillu me ndryshua ato kërkesat edhe planet e fundjavës, po përshtaten e mbas të besave nipave. Po, ndonjëherë edhe intervenojnë ato në planet e mia dhe normalisht unë nga që e kam pasion kuzhinën, gjatë weekendit edhe merrem me ndonjë gatim që ju pëlqen aty. Çka pëlqej më shumë nga gatimet e gjyshës? Ata janë klasik, janë me gullash me pire, kanë të gjithë hajnë, të gjithë anë. Përndryshe janë si gjithë fëmija që kanë tendencën për me pasë të preferumen se cili të vetën, e nga njëherë po është shumë e vështirë me ja plotësu dëshirat e tyne, po gjithsesi pajtojmë, weekendi është pak më i lirë për me hongër edhe fast food, kjo që dalim shkem të lodrat, ham dhe një gjë që ata pëlqejnë. Plotësohen gjitha dëshirat, zakonisht janë gjyshrit ata që në lastojnë më shumë, si mbesa nipa. Jeni edhe ju një gjyshe e tillë? Jo, nuk jam, po në përgjithësi është bashorti im, i cili është gjyshi që unë e quaj fontan dëshirash, do thotë që ju aplotëson të gjitha dëshirat pa ndonjë dallim, ndërsa unë jam pak më e ekuilibrume për faktin sepse ndoshta nuk e teproj si rema im që ju aplotëson të gjitha, edhe kur nuk duhet. Kështu që jo, mund kam një lloj balanci, ndërsa rema është, bile kam një storje se rrisha gjithmonë duke i thënë, po mos i ndërhyj nusës atin në mënyrën se si i rrit fëmijët e çaj ju jep me hëngër. Edhe ai më bon, unë psikolog nuk jam, unë psikiatër nuk jam. Kështu që më lejo mu me qenë gjysh që dhuroj vetëm dashuri e për me i eduku, masandej janë prindrit që i edukojnë fëmijët e tyre. Kështu që jemi pajtu me këtë, po thujse edhe unë edhe nusja kemi dhënë dorëheqje nga rema për me, adin ai është fontana që ju aplotson krejt dëshirat. Po nëse sheni nga aspekti profesional, jo nga ai emocional, si duhet sot të edukohet një fëmijë? Duhet të plotësohen gjitha dëshirat, cila është ajo vija e hollë që nuk duhet të kaluar? Në fakt, mendoj që fëmijët sot po rriten duke ju aplotësu të gjitha dëshirat dhe pastaj të gjithë prindrit kur po vinë tek unë po shfaqen që fëmia nuk ka më kënaqësi, nuk din ç'a me lyp më, për faktin sepse i ka të gjitha brenda shtëpisë apo ja plotësojnë. Unë mendoj që qenja njerëzore duhet më rrit me kufi të shëndosh. Domethënë çdo gjë ka mas. Çdo kërkesë ka spari për kushtimin e prindërve, nëse duan t'ja plotësojnë, nëse kanë kushtet për me ja plotësu, apo është e nevojshme për me ja plotësu. Pra që këto tre duhen mu sjell kur merret një vendim nëse duhet me plotësu diçka. Unë mendoj që fëmijët e sotëm janë të rritur pa këto kufi të shëndosh, edhe shikoj që i them prindërve të sotëm jeni sindromi pjo, dhe me thënë sa jeni po, sa jeni jo, sa jeni jo, sa jeni po, edhe masandej fëmijët nuk mësojnë për me pas kufit shëndosh. Ndonjëherë fëmijët trajtohen si projekcion i dëshirave të prindërve, dhe prandaj ata kur unë i pyes pse po ja plotëson të gjitha dëshirat,
Po thot, unë kur kam qenë fëmijë nuk i kam patur kushtet, kështu që nuk dua që t'i mungoj asnjë gjë fëmijës tim. Mirë po, çfarë po ndodh është që kjo fëmiria tash nuk po sfidohet më nga prindrit, sepse ti duke mos pasur ose duke mos u plotësuar dëshira, ti mëson me kontrollu emocionet e tuja, mëson me kontrollu dëshirat e tuja. Kështu që zakonisht ky kontroll fillon në shtëpi, edhe pikërisht me këtë mos plotësimin e dëshirës, nuk po them mos plotësimin e nevojave, se fëmijët kanë nevoja emocionale, kanë nevoja sociale dhe ti duhesh me qenë një prind i ekuilibrum për me afru këto nevoja, por jo me plotësu dëshirat të cilat mund t'jenë. Për shembull, nuk e di unë kur fillon trajtimi një fëmijë me probleme në sjellje dhe unë ja jap një tabelë për me plotësu dëshirat, dëshira e parë që i kish plotësu i kish bleqen. Do thotë tash unë e pyes prindin, çdo të jetë dëshira tjetër, sepse me ble një qen është investim i madh në familje, edhe plus edhe angazhimi familjar për qenin në shtëpi është shumë i madh. Nuk i takon vetëm fëmijës që i ka 5 vjet për mu kujdes, kështu që nëse ti e plotëson një dëshirë të tillë, atëre nuk po i lën vend arritjes e një negociate me fëmijën tënd se çka next, çka duhet matutje. Kështu që shikoj një lloj konfuzioni tek prindrit e sotëm në aspektin që deri ku me ja plotësu dëshirat një fëmije dhe deri ku me vendos kufej. Pra që folën pak për fëmijët, fëmirin në përgjithësi, t'ju kthejmë edhe juve pas në kohë. Si e kujtoni fëmirin tuaj, cilat kanë qenë ato dëshirat dhe ëndrat e zonjës Mimozna atë kohë? Atëherë nuk kam qenë zonjë. Shaka po bëj. Fëmiria ime ka qenë shumë e qetë. E para punës unë jam rritur në një qytet të vogël në Lezhë. Atëherë Lezhëa nuk ka qenë kaq shumë e populluar sa tani, ka qenë një qytet krejtësisht i vogël, ku çdo qytetar e ka njohur njëri tjetrin. Shkoja në shkollë, nuk kemi pat probleme në shkollë, domethënë që janë probleme tash me bullizimin, sepse filozofia mbi të cilën është ndërtuar morali i edukimit në Shqipërinë domethënë 50 viteve më përpara ka qenë që ti ishit motra e vëllezër në një klasë që duhet të trajtoheshim në mënyrë të barabartë, ne edhe kur kemi pas ndonjë fëmijë i cili nuk i bënte detyrat ose nuk mundte me mësu, ne jemi organizuar si fëmijë për me ndihmu. Kështu që nuk është që jemi si fëmijët, u krahasohemi në kohë me fëmijët e sotëm të cilët përjetojnë gjëra të tjera. Plus edhe unë jam marrë me aktivitete jashtë-shkollore, atëherë organizoheshin shumë. Plus mbas ditën e kaloja në oborrin e apartamentit me shoqet edhe me shokët e mi duke lujt lojrat të cilat as që kanë ngjashmëri me lojrat që luhen sot. Kështu që fëmiria ime ka qenë e qetë, do të thotë unë jam rritur me një vëlla, se vëllai tjetër ka ardhur kur unë kam qenë në klasën e 9, kështu që kemi pas raporte të mira, nuk është ka diçka për tu veçu nga ajo çka unë kam përjetu. Është shumë interesant që kur e krahasoj me kontekstin sot, edhe dëgjoj për shembull që thonë ju keni heq, keni qenë varfër e kështu. Në të vërtet, unë nuk e kam përjetuar atë. Ne jemi rritë si fëmijë me ideologjinë që jemi më të lumturit e botës, sepse në për filma jepeshin fëmijë nga Afrika që adin ishin me numru brinjët edhe të dobët, s'kishin ushqim, kështu që jemi sinqert, unë jam rritur me idenë që jemi fëmijët ma të lumtur në botë edhe e kam shiju fëmirin teme adin me gjitha nuancat e saj. Sigurisht që ka patur probleme adin që nuk muj me thonë që s'kam pas probleme, por që në përgjithësi fëmiria ime ka qenë e lumtur. Pastaj, sa ka qenë vështirë për juve në atë periudhë me mendu se me çka do vazhdoni, me profesionin tuaj, përzgjedhja, orientimin karrierë? Shikoni, unë e kam pas qartë prej fillimit, sepse të gjithë shoqet edhe shokët më trajtonin si një lloj avokate. Kështu që e kam pas atë pararendin me u bë avokate, kështu në ëndrat e mia.
Unë merresha me shumë sport, dhe më thënë, që në moshën 8 vjeçare, unë jam marrë me atletik, kam qenë kampione e Republikës për garat e shkurtra, pas e kam hyrë në gjimnastik, më kanë ndjek gjithmonë sporti, edhe nuk e shikoja karrierën në sport, po merresha vetëm për hobi e kisha. Ndërkohë që e di shumë mirë, dhe kjo ngjarje ka dikun gjithashtu në jetën time, që kur mbaronim klasën e 8 në Shqipëri, ne duheshim me bë kërkesa se në çfarë dege duhet studionim, shkollën e mesme. Kështu që unë e mbaj mend mirë që kam vu elektronikën, sepse në atë kohë filluan të shfaqeshin elementet e parë të elektronikës, edhe unë, në fakt, në një skut timin kam dash mu bë astronaute. Kështu ka qenë dëshira ime në një skut. Kështu që e zgjodha elektronikën të parën, juridikun të dytën, edhe mjekësinë të tretën. Por për fatin tim të mirë apo të keq nuk e di në atë kohë, ata në komunë vendosën që unë me shku për mjekësi dhe ja plotësuan dëshirën mamit edhe babit, të cilët donin që unë bëhesha mjeke. Kështu që e kam atë ndarjen nga familja, unë kisha 14 vjetë, kisha me shku në Vlorë, me studiu në shkollën Jani Minga që ishte e mjekësisë. Atyre nuk kanë qenë kushtet këto, dhe më thënë për me shku nga Lezhë deri në Vlorë ke pas me bo 12 orë, dhe më thënë më unisë në mëngjes në orën 5 për me më rinë 12 natës. Edhe mbaj mend që unë kam qarë shumë, edhe babi e ka ndalë makinën edhe më ka thënë nëse nuk pushon se qari kam me të lonë këtu. Edhe unë kam hypë makinë të bëtë. Se zgudzojsha me qa prej babit, por e mbaj mend si një ngjarje e cila ka influencu shumë autonomin teme, se deri në atë kohë, domethënë nuk kam qenë me prindrit, nuk kam pas në një nevojë për mu gjind vetëm, e prej asaj dite, domethënë unë në Vlorë u gjinda vetëm, sigurisht në një mentalitet i cili neve të veriut na trajtonin si malok. Edhe viti parë ka qenë shumë sfidus për mu, për me e konfirmuon që adin unë jam mimoza që nuk duhet më shihni si maloke, po që si një person që jam adin me të krejt atribute që mundet me pas një vajzë e cila isha vetëm 14 vjetë. Por e mbaj mend që kam patur mbështetjen e mësimdhënësve, sidomos një mësimdhënëse e cila ka qenë e fiskulturës, dhe ajo më inkurajon të shumë, nga që shifte shpirtin sportiv të konë, ajo edhe unë kam qenë zënse e mirë, që që bëheshin të dy, ishte e rrallë mu bë të dy bashkë, që që kam patur sfida në vitin e parë, pasaj e mura vetën edhe normalisht që masane u drejtu karriera ime, sepse përfundova mjekësi në shkollën e mesme dhe automatikisht shkova në fakultetin e mjekësisë, në të cilin sigurisht kam patur edhe sfida personale, në kuptimin jo të mësimit e kështu, po unë u martova në vitin e dytë, lindi djali në vitin e tretë, që që u bën pak ma komplekse egzigjencat për me përfundu mjekësin, po unë mjekësin e kam përfundu në fatë, normalisht, nuk jam të nduar nga sfidat. Është shumë interesant që unë, kur kujtoj kështu fëmirin time dhe këto problemet të cilat i kam pas, unë sfidat nuk i kam pasi problem personal, po i kam pasi një eksperiencë nga e cila duhet të nxirrja mësim. Dhe gjithmonë kam qenë angazhuar në zgjidhjen e tyre. Jo me vajtua, dhe mra mu kjo sfidë dhe unë tash po vajtoj. Jo, kam qenë gjithmonë e orientuar në zgjidhje. E kam pa mundësinë e qenjes njerëzore për me ndryshu direksionin e asaj që të vjen, kështu që në pamundësi për ta ndryshuar, atër unë kam luftu për me bo zgjidhjet të cilat mi ofronte momenti apo njurit të cilat unë i kisha. Kështu që jam kalitur, si thojnë në Shqipëri, jam kalitur në sfida. Sfidat kanë fillu qysh nga viti i parë i shkollës së mesme, e përmendet, po ju kanë përcjell edhe gjatë jetës. Pastaj qoftë pas përfundimit të shkollës mesme, kohës së studimeve, ku filloi edhe një
etapë e re për juve në jetë që po përse ju ka përmbush pa dyshim emocionalisht edhe ardhja në jetë e djalit në atë periudhë. Shiko, unë këtë ardhjen e djalit tim të parë, sepse kushtrimi është djali im i parë, e kam përjetu me krejt nuancat e bukurisë ardhjes së një fëmije në jetë. Dhe më thënë, kam qenë shumë e përkushtuar për të, kam vazhduar në të njëjtën kohë edhe fakultetin, për faktin sepse unë nuk mund t'i sfidoja mësimdhënësit e mi, pse isha unë e shtatzon, apo pse kisha fëmijë që të mos isha në nivelin e përgjegjësisë apo të korrekcisë. Kështu që kjo mendoj unë që këtu ka dhënë një kontribut edhe bashorti im, me të cilën ne kemi ndarë përgjegjësitë, kemi ndarë në mënyrën e ekuilibrimit të nevojës për me rrit fëmijën edhe për me shku në fakultet. Kështu që ja kam dalë dhe ja kemi dalë në fakt të gjithë bashkë, edhe jam shumë krenare për këtë. Po përveç pjesës që përfunduat në afat studime, në të njëjtën kohë nën, ju vazhduat edhe me punë. Me njëherë në Universitetin e Tiranës, apo jo? Shikoni, kam patur një pauzë e cila ka... Unë, kur kushtrimi ka patur një vjetë, ne lëvizëm për në Zvicër. Dhe kemi qëndruar atje në Gjenevë, në qytetin e Gjenevës për 3 vjetë. Dhe me thënë, kur unë u ktheva në Tiranë për me mbas 3 viteve, kisha 2 djemë dhe arbrin, edhe bëra një pauzë 3 vjeçare. Për këtë temë dhe jam shumë krenare dhe gjithmonë e tregoj këtë, që duke mos patur angazhim, unë jam përkushtuar në mënyrë absolute fëmijëve të mi. Kështu që edhe kur shikojnë ndonjë nënë e cila për shembull nuk e ka filluar hala karrierën apo e ka ndërprer karrierën për me rrit fëmijët, them shikojeni. Ky është moment magjie kur fëmia të ka afër si nën dhe ti edukon ashtu që don dhe nuk ja lën institucioneve. Që nuk paragjykoj institucionet, për arsye sepse janë vende ku janë të licencuara me kriteret për me eduku edhe me simulu zhvillimin e fëmijës, po si një nën e cila kujdeset për fëmijën e tyre. Unë e kam parë në 96-ën, unë kam fillu punën, kam fillu specializimin në psikiatrinë e fëmijëve, në 97-ën kam fillu ligjëruse në Universitetin e Tiranës në Departamentin e Psikologjisë dhe pastaj në 99-ën kam ardhur në Kosovë. Ishte viti 99 kur ardhët në Kosovë. Ishte një ndryshim drastik për juve? Sigurisht ishte ndryshim drastik edhe ndoshta i pamenduar mirë, po fakti që unë e mora këtë vendim bashkë me bashortin tim për me ardhur në Kosovë me 2 fëmijë të cilët ishin njëri 9 dhe 8, e kemi marrë vendimin kështu rap-tap. Dhe me thënë, unë e lash punën, e lash spitalin, e lash universitetin, e lash shtëpinë edhe erdha në Kosovë në një mjedis komplet të ri, në të cilin adin nuk kisha asnjë lloj... Nuk patët asnjë plan, asgjë? Asnjë plan, për faktin sepse e kam treguar dhe në një bashorti im erdhi. Bashorti nuk është leju për marrë në Kosovë për diku 14 vjetë. Kështu që mbasi mbaroi lufta, ai vendosi për me u kthy në vendin e tij, edhe ndërkohë që edhe mbështetja ime ka qenë e menjëhershme për faktin sepse jemi rritur bashkë me Remën, sepse jemi martuar student, kemi bë fëmijë shumë herët, edhe jemi rrit bashkë, edhe shikoja që ai vuante për familjen e tij. Domethënë kishte një lloj mangësie që shoqëronte në çdo eveniment që kishim. Linte djali, kur jemi martuar, ai nuk ka pas kërkënd mrapa. Edhe mbas 91-shit zakonisht filluan me ardhë të familjes, por i mungonte familja dhe unë vendosa që ta shoqëroja bashortit tim edhe erdhëm në Kosovë në një mjedis në cilin unë shumë pak e kam njohur. E kam njohur përmes të afërme, përmes tregimeve që ashtu, po nuk jam e penduar që kam ardhur për faktin sepse unë fillova çdo gjë nga e para. Dhe sot, domethënë, gjindem këtu, para jush me një karrierë që do ta lakmonte çdo kush. Patët durim derisa u ambientuat lart një pjesë të jetës, krejtësisht në Shqipëri dhe erdhët në Kosovë?
Shikoni, unë fillimin e kam pas shumë të vështirë. Do me thënë, nuk arrija me kuptu mekanizmin e mbijetesës këto, sepse kisha një mentalitet komplet ndryshe, isha eduku në një shkollë e cila ishte komplet ndryshe, prandaj ardhja ime në klinik gjeti një mjedis komplet ndryshe, do me thënë, dhe sfidat e para qenë t'jashtëzakonshme për mu. Sidomos ndrimi vendbanimit, krijimi një miqësie të re. Unë kisha 32 vjetë kur kam ardhur, dhe nuk e kisha edhe fort letë që t'ka përceja disa kufit të cilit ja kisha vënë vetes për arritjet e mia personale apo profesionale. Kështu që në fakt ato 6 muajt e parë kanë qenë jashtëzakonisht të vështirë, deri në një moment isha e pashpres, isha në zyrën time duke qarë, nuk kisha mundësi për mu kthy, jo për shkak sepse nuk më ka mirëprit mjedisi, por që vlerat e mia nuk, i kisha atë shumë të skalitura apo të vendosura sa shpeshere gjeja veten në kundërshtim me veten teme, dhe këtë gjë nuk ja dëshiroja vetes. Por pastaj e kam marrë veten pak nga pak dhe normalisht jam gjendur shumë mirë në një mjedis të ri. U dhe shumë kohë për pjesën e fillimit të sukseseve të juaja, për shkak që ishit mësu krejtësisht ndryshe në Shqipëri me një tempo më të shpejt të jetës? Shikoni, unë kur kam ardhë, kam gjetur mikpritjen e kolegëve të mi, të cilët jam shumë falenderus që ma kanë hapur derën edhe ma kanë dhënë mundësin për me ndërtu psikiatrinë e fëmijëve dhe të adoleshentëve në Kosovë, për shkak sepse nuk ishte i zhvilluar si shërbim, edhe përfaqësohej nga një mjeke që punonte në repart, po ajo punonte edhe me fëmijët edhe me të rriturit. Kështu që më besuan një sfidë, dhe unë këtë e them gjithmonë, sfidën e marr si një lloj përgjegjësie për me gjetë zgjidhjen. Kështu që jam orientuar prej fillimit në krijimin e një gjëje të bukur, sepse ishte shumë e nevojshme në atë kohë, ishte një vend i dalur mas luftës, me shumë probleme familjare, me shumë probleme të mbijetesës, dhe fëmia sikur ishte xhepi i fundit i zgjidhjeve brenda familjes, sepse në atë kohë mentaliteti ka qenë që fëmia nuk kupton, çdo gjë fshihej nga fëmia, mbaheshin sekrete, nuk flitej në sy të fëmijëve. Kështu që e mora një sfidë bashkë me një kolegen time, doktoreshën Afërdita, për me ndërtu një shërbim që nuk ekzistonte. Kështu që filluam punoni me Child Advocates International, ishte një organizatë angleze e cila mori përsipër ndërtimin e shërbimeve shtetërore këtu. Pasi unë në 2001 u angazhova në fakultetin e psikologjisë si ligjëruese, dhe domethënë punoja gjithë ditën në terren, duke ndarë eksperjenca nga më të ndryshmet. Edhe që një moment në 2001 ka qenë kjo më duket, kur më thret shkolla për njërin nga fëmijët që kishte njësh në muzikë. Edhe aty unë e kam kuptu që atë shumë kish kap kjo përgjësia për me ndërtu shërbime, për me punu në për terene, për me punu në fakultete, kështu sa që kisha lënë ndoshta pas dore edhe këtë përshtatshmërinë e 2 fëmijëve të mi. Edhe kur shkoj në shkollë, edhe i gjej 2 mësuese duke ngrënë mëngjesin, edhe unë them mirë mëngjesi, them kam ardhur më interesu për djalin tim, ato mësuesit thënë, jo, ne fëmijët shqipërisht nuk kemi në klasë, e ke gabim. Jo, thash, unë nuk e kam gabim, sepse e di që i drejtohem, ju jeni mësuesja kujdestare. Thotë jo, thotë unë të Shqipërisë, edhe kur e them emrin, them ku tha, po ai nuk po fol si Shqipërisë, keq tha, thash po fëmijët përshtaten më shumë, me mjedisin. Kështu që ky angazhimi im ndoshta nuk më ka dhënë kohë për me mendu shumë edhe për ndryshimin e mjedisit, kështu që në të vërtetë po, më janë dashur 2 vite për me u ndiun komfort. Dhe pastaj sigurisht që karriera ime, se në 2001 unë kam shku në Cambridge University për një eksperiencë të cilën ka qenë e paharrueshme për mu,
Dhe masandej, karriera ime vazhdoj me hapa. Unë kam hecur në karrierë jo me hapat ndej, po çdo hap që kam hedh ka qenë i sigurt dhe i ka hap rrugë angazhimeve të mia, qoftë vendore, po qoftë edhe ato në nivel internacional. Dhe jam në këtë aspekt, po më thot një koleg ka kuptu që unë jam në një bord internacionale, më tha, qysh nuk e dim, thash, po pse unë në përbordë nuk marrë pjesë për me dit njerëzit, thash, po, mendoj që karriera ime ka qenë e konsoliduar. Dhe gjatë gjithë kohës e përmende që jeni mundu me bo një balans prej moshës shumë të re, edhe mes familjes, edhe mes ndërtimit të karrierës. Një gjë që më lë shumë përshtypje e cekë që edhe për çdo sfidë që keni pas, ju me njëherë keni marrë si përgjegjësi dhe jeni mundu me gjetë një zgjidhje. Sfidat kanë fillu në një moshë të hershme nga më të ndryshmet, një ndër sfidat që besoj pak a shumë ja u ka ndryshu këtë pjesën e përditshmërisë, ka qenë edhe përballja me sëmundjen, apo jo? Po, ka qenë një sfidë e cila më ka gjetur e pa përgatitur. Domethënë, nëse ndiqja logjikën e më përparshme, unë sfidën e kam parë si posibilitet për me zhvillu veten, për me i dhënë zgjidhje. Ama kjo sfidë më gjeti aq të pa përgatitur dhe të pa fuqishme për me ndryshu diçka. Sepse ishte diagnoza e kancerit. Do me thënë, ka qenë dhe sfida e fillimit për edhe një diagnostikim jo i drejt që mu bo, edhe masandej ajo ka qenë një sfidë më vete për me gjetë zgjidhjen. Dhe në një farë mënyre unë u gjeta e pa fuqishme para këtij njoftimi apo para kësaj sfide, sa që fillova me mbledh veten edhe me thënë, okej, kjo është një sfidë të cilën unë nuk e kam në dorë, po do ta lë në dorën e atyre të cilët janë përgjegjës për të. Do thotë që në momentet e para unë kam besuar në mjekësinë kosovare edhe unë operacionin e kam kryer në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Nëse më lejohet munde me përmend emrin e doktorit, sepse ati jam shumë falenderues për mirësinë që ka tregu, profesionalizmin, sepse kur përmenden mjekët zakonisht përmenden veç për problemet e jo për sukseset. Është doktor Armend Kërveshi, i cili më ka hapur derën edhe ka marrë përgjegjësinë për me bë operacionin, i cili ka qenë shumë i vështirë. Ka zgjatur 8 orë, domethënë ai 8 orë ka nejtë bashkë me ekipën për me heq tumorin të cilën unë e pata në kokë, edhe kjo ishte një prej sfidave të cilat unë e kam ballafaqu. Unë jam qu 7 ditë masi jam operu, kam shku në konferencë për me bëj një prezantim me paruke dhe kërkush nuk e ka kuptu që unë isha operuar. Më thënë, aq kisha energji, aq kisha vullnet, operacioni shkoj shumë mirë. Do më thënë, diagnoza e parë që mora ishte një diagnozë e një tumori beninj, adin që mundesha, adin i disha që gjasat i kisha shumë të mdaja për me mbjetu. Që që fillova që në ditën e 7, dhe më thënë unë me shku në për konferenca, ato 2 muaj kam shku edhe në Turqi për me bo egzaminime shtesë. Po. Dhe atje mësova që kisha edhe një problem, nuk është sekret, një limfom non-Hodgkin, grada e 3, kisha limfonodula në mediastin, që terapia që duhet merrja nuk merrej në Kosovë, që gjeta zgjidhje në Itali. Sigurisht që ato momentet e para kur unë e mësova këtë diagnozën e dytë, e mbaj mend si tash më erdhi një mesazh, ne ishim në Turqi se sa e kisha bërë PET-skenin edhe ishim bashkë me Remën të shiju një ëmbëlsirë turke. Mirë po e mbaj mend që kur e pash mesazhin, domethënë që nuk ishte diagnoza të cilën kisha shpresuar me pas, e mbaj mend si tani që e kisha një ndjesi jo të mirë brenda vetes edhe i them Rem të lutna duhem më çu, adin për shkak se merdi përgjigja edhe bashorti normalisht që ka qenë një moment i sfidues për mu, sepse e dija që nuk, adin, ajo çka ishte për trajtim ishte shumë e shtrejtë. Më dhe flitje për një shifër 350.000 euro
në momentet e para për me luftu problemin tim. Kështu që mendoj që klientët tanë nuk është që kalojnë vetëm sfidë emocionale, kalojnë edhe këtë sfidën materiale dhe pastaj familjarët të cilët sakrifikojnë nga vetja e tyre. Ndoshta unë nuk e kam patur atë fat, po fillimisht sigurisht që të afërmit e mi u mblodhën për me më ndihmu, por unë gjeta zgjidhje në një shtet italian, të cilin jam tepër falenderues, unë kam qenë në Aviano në Kro. Është instituti për ullumtime për research në kancer. Kam kalu një periudhë në të cilën jam ndjerë jo vetëm e respektuar si person, si mimoz, por jam ndjerë e respektuar edhe si paciente. Do thotë ajo çka unë kam përjetu atje është e papërshkrueshme. Dhe unë tani kur kthehem, shikoj vetëm anët pozitive, shumë interesant, nuk kam ndonjë kujtim, ndonjëherë më vjen në ëndër ndonjë kujtim, a din që ka qenë sfidues për mua, po zakonisht kujtoj mirësinë e tyre, përfitoj nga rasti të falenderoj edhe asociacionin Giulia të Kros, janë një asociacion e vullnetarëve, të cilat më kanë bë mundi jashtëzakonisht mirë, produktive, sepse unë merresha me vullnetarizëm, ata adin vetëm i kanë lënë sirtaret me të gjitha materialet, mimoza punon çfarë të duash. Unë ashtu kështu ju bëja lule ju bëja pacienteve, shkosha ju adhurosha, i kam bështetur ata. Dhe më thënë, kam krijuar një relacion me krejt personelin e institutit në një mënyrë të tillë ku unë nuk isha duke vujta, po isha duke u trajtu, isha duke luftu me smundjen time. Që unë asnjë moment shumë interesant nuk e kam trajtu veten si njëri pa shpresë, po si një person i cili shpresonte në të gjitha ato që bëhej, edhe kam qenë shumë pozitive, domethënë në mënyrën se si e shikoja trajtimin. Edhe kur isha me nevoja për shembull të mëdha, atëherë unë vija re që mënyra si komunikonte stafi me mua ishte jashtëzakonisht i mbështetur mbi respekt. Ata respektonin privatësinë time, ndërkohë që unë respektoja profesionalizmin e tyre. Po e kam kjo është shumë interesant që me të gjithë personelin, nuk ishte vetëm me infermierë, me doktor të cilët, po edhe me pastruset, edhe me guzhinierët, edhe me çdo njeri që vinte aty, edhe sigurisht që morën vesh isha psikiatër për fëmijë dhe adoleshente dhe vinin me bo seanca të këtu. Edhe unë isha shumë e lumtur që mu isha me ju shërbyer atyne. Edhe thënë kështu që nuk është që ka qenë sfidë në aspektin e ballafaqimit e krejt, por unë kam qenë shumë pozitive, kam patur tepër shpresë që do t'ja kaloja dhe ja kam kalu, ja kam hedhë. Fatmirësisht sot jeni mirë dhe me shëndet. E përmendët edhe sfidën emocionale, po ashtu edhe sfidën financiare. Së pari është ai momenti kur ja kumtojmë këtë lajm edhe anëtarëve tjerë të familjes. Bëhet në mënyrë të duhur kjo pjesa e kumtimit qoftë mes relacionit pacient-mjek dhe në anën tjetër pacient-familje pastaj. Shikoni, ky është një moment të cilin unë do të kërkoja që nga kolegët e mi të cilët punojnë në spital, jo vetëm se ne shqiptarët, diagnozën nuk është vetëm për kancerin, edhe për diagnozat e tjera mundohemi që ta fshehim. Tani, eksperienca ime ishte kjo. Unë isha në shtrat, sa kisha bërë rezonancë magnetike dhe hynte çdo kolegi imi, sepse unë isha në neurologji, punojmë psikiatri, edhe hynin kolegët e mi, të gjithë ishin të mërzitur, edhe vetëm më thoshin, hajtë se kalon, adin hajtë se kalon, unë thosha, qa kalon? Se nuk e dija çfarë diagnoze kisha. Unë vetëm e mora veten jashtëzakonisht shumë, edhe mendova që kisha një mini insult vogël, por që e mora veten. Pas e vinte një infermiere e cila përmendte paruken, edhe unë thosha, çfarë muhabeti pa lidhje po bën adin, pse po ma thot adin, po hajt ka nevojë me u shpreh veten. Edhe vjen neurokirurgu.
kur vjen neurokirurgu, ai fillon të hezitu, sepse unë isha mjeke, edhe po heziton dhe po ndërkohë shoqëron të motra kryesore e neurologjist. Edhe thash, shikoni këto, unë fëmijë nuk jam. Tash të lutem të regoni për çka po bëhet fjalë. Sepse unë e shikoja nga fytyra burri emi kishte sytë kuq, djemtë e mi kishin të kuq. Do të thënë nuk e kuptoja për çka unë musha me që kisha kancer, kjo ishte nuk merr mend, të jem e sinqert. Por me një problem me trurin, thosha në një insult, në hemoragji, se ku shynte, thotë edhe 2 javë, për 2 javë merr vete. Do të thënë dhe çfarë mësova nga kjo është që kur doktori ma tha diagnozën, ai nuk ma minimizoi pak, është 2-3 milimetra, ashtu, do të thënë e shikoja që nuk po ma tregonin të vërtetën. Dhe t'jem e sinqert kur e mora vesh diagnozën, gjëja e parë që merdhin në mend ish mami me babin. Ata kanë një moshë thyer, tash si do ta përjetojnë si do ta përjetojnë, se bashortin e kisha aty, edhe bashorti domethënë ka përjetu shumë rënd, edhe djemtë e mi, masandej edhe rrethi familjar. Domethënë, unë kam akoma në rrethin familjar që nuk vinë me më taku se nuk e bëjnë dot ball atë lajmin të cilën e kanë marrë, edhe thënë, adin mimozën du me taku, adin kur t'jem kriti çliruar nga ajo, ka qenë shumë e papritur. Domethënë, unë isha full time të punu, s'kisha asnjë shqetësim, nuk është që por pastaj sigurisht kur u diagnostikova më kujtoheshin që kam patur shqetësime, kam patur shenja paralajmëruese, edhe për këtë gjë, domethënë ju bëj thirrje njerëzve që kur i kanë shenja të kërkojnë ndihmë, sepse për me parandalu një problem shumë ma lehtë se sa me trajtu, edhe pastaj sfidat e trajtimit janë një lloj tjetër i vujtjes. Kështu që momentet e para do me thënë, kam dash me më tregu të vërtetën, të cilën e kam kërku gjithë jetën. Atë në gjithë jetën i kam thënë njerëzve me qenë të vërtetë me mu, edhe e dyta, ne u mblodhëm si familje dhe atë në gjetëm rrugët se si duhet shkonte trajtimi im. Unë i falenderoj të gjithë kushërit e çdo njeri i cili ka kontribu sa do pak në shërimin tim, mirë po ajo sfida e fillimit ka qenë e jashtëzakonshme dhe ndoshta po e ndaj për herë të parë, edhe dua që ta kuptoj njerëzit të gjë që ti ke një karrierë shumë të bujshme në një vend dhe institucioni jot nuk merr përgjegjësi për me të mbështet, ndërkohë që ti ke ndihmu me qindra dhe me qindra njerëz në karrierën tënde dhe vjen një moment ku ti ndihesh e pambështetur. Dhe kjo nuk ndodh vetëm sepse kërkesat për t'i bërë në Ministri të Shëndetësisë të marrin kohë, të marrin energji, edhe njerëzit janë më të fokusuar qysh me fillu sa ma shpejt trajtimin, po ka qenë një moment i vështirë të cilën unë e kam te kalu me dashurin të cilën ma kanë dhuruar çdo mesazh që më ka ardhur, në çdo ditë në cilën unë një vit kam kalu në Itali, njerëz të njohur dhe të panjohur, të cilët më kanë mbështetur, më kanë çuar mesazhe mbështetëse, kështu që jam shumë falenderuese dhe gjithashtu shtetit italian i cili ma ka mundësu një pjesë të mirë të trajtimit tim me bë falë. Po kam edhe 2 miq që mu kanë gjindë, normalisht ish ambasadori i Shqipërisë Cemal Mingjozi, i cili më vurin kontakt në Itali me persona të cilët më kanë ndihmuar. Kështu që kam shumë persona që dua t'i falenderoj. Edhe në mënyrë të veçantë mjeken time, Mikela, e cila më gjendur shumë afër, dhe jo vetëm në aspektin pse isha mjeke, po e shifja që ky mentalitet nuk shkonte përtej mimozës, shkonte te klientët e tjerë, kështu që i falenderoj pa mas. E dashur edhe ne, po ju falenderojmë shumë që gjetët sot kohë me qenë pjesë e emisionit fundjavë. Faleminderit shumë për këtë rrëfim kaq të sinqert. Ju uroj shëndet. Faleminderit shumë. Merci.